Vonesat në paga, por edhe shkarkimet e padrejta nga puna janë shkaqet e ankesave më të shumta që kanë punonjësit shqiptar. Në raportin e Inspektoratit të Punës për vitin 2024 janë regjistruar në total 920 ankesa të kësaj natyre, por edhe të tjera. Por për çfarë ankohen tjetër punonjësit shqiptar? Siç e përmendëm, shkak i parë është mospagesa e pagave të prapambetura, ku në total janë adresuar 191 ankesa, ndërsa u është dhënë zgjidhje rreth 76%. Për nga numri, janë adresuar 185 ankesa për kërkesa për sqarime apo informime ligjore. Ndërkohë, ndërprerja e marrëdhënieve të punës është një nga arsyet që punonjësit shqiptar ankohen, nga ku janë adresuar 142 ankesa në total. Gjithashtu, cënimi i marrëdhënieve të punës është ende shqetësim për punonjësit shqiptar, nga ku janë adresuar 122 ankesa gjatë vitit 2024, por pavarësisht fushatave anti-informalitet, mospagimi i kontributit të sigurimeve shoqërore vijon të shoqëroj punonjësit shqiptar, ndërsa gjatë vitit 2024 janë regjistruar 101 ankesa. Nga ana tjetër, më pak janë ankuar për trajtim jo të barabartë në vendin e punës dhe diskriminimin, nga ku janë adresuar 7 ankesa dhe vetëm një ankesë është adresuar për punësim të palishëm të miturve. Por si paraqitet situata në lidhje me kontrollet nga Inspektorati i Punës? Referuar të dhënave të fundit, në total janë 18.711 vende pune të cilat u kontrolluan nga Inspektorati Shtetëror i Punës në muajin shkurt të këtij viti, teksa administrata tatimore dhe Inspektorati i Punës kanë shtuar kontrollet për të luftuar informalitetin në biznese. Janë inspektuar në total 776 subjekte, gjithashtu janë ndërmarrë 235 masa administrative në total. Në këtë kuadër, janë kryer dhe 82 inspektime këshilluese, si dhe 47 ankesa janë trajtuar.